Prej më shumë se një dekade, Shqipëria ka miratuar ligjin për investime strategjike. Nisma kishte si qëllim thithjen e investimeve të huaja me vlerë qindra milion euro dhe kompanive me emër e përvojë në sektor që konsiderohen të rëndësishëm për ekonominë. Në këmbim, shteti do t'i jepte sipërmarrësve lehtësi procedurale dhe në bazë të vlerës të investimit edhe shfrytëzimin e tokës shtetërore deri në 99 vjet, kundrejt një vlerë simbolike, 1 euro. Deri më sot, për impakte që ligji ka dhënë në ekonomi, nuk ka asnjë raport zyrtar që ta tregojë. Ajo çudim janë investigimet e medjave që tregojnë se si asetet publike janë dhënë dorë biznesmenësh, pa pyetur as pak se kujt është prona. Ndaj sot do të tregojmë se si ky ligj, bashkë me projektin për të ndërtuar një port të ri tregtar në Porto Romano, janë përdorur për t'i marrë tokën private banorëve në këtë zonë e për t'ia dhënë investitorit strategjik. E gjitha nisi me projektin e madh për të zhduruar portin e Durrësit në një marinë turistike për të zhvendosur funksionin tregtar të tij në zonën e Porto Romanos. Meqense do të ndërtohet një port i ri, shërbimet logjistike në afërsi të tij janë ardhmja për këto që kërkon një biznes të sigurt dhe të suksesshëm. Por cila ishte rruga që u ndosh për procesin e shpërsimit për interes publik të tokave që do t'i hapnin rrugë ndërtimit të Porto Romanos? Në fundin e vitit 2020, qeveria shqiptare ndryshoi tërësisht strategjinë e transportit detar dhe në mënyrë të beftë vendosi që porti i Durrësit të zhderojë në një marinë turistike, funksioni tregtar i të cilit do të zhvendosej në zonën e Porto Romanos. Këto ndryshime kërkonin studime për koston dhe fizibilitetin, të cilat mungonin, por nuk është ky thelbi asaj që do t'ju tregojmë sonte. Më datë 26/2/2021, Këshilli drejtues i Autoritetit Portual Durrës miraton masterplanin për ndërtimin e portit në Durrës Porto Romano dhe disa muaj pas këtij vendimi, në datën 7 maj 2021, ngrihet komisioni i shpronësimeve për të identifikuar prona që prekeshin nga ndërtimi i portit të ri. Vetëm se kemi një problem, askush nuk është i sigurt për gjurmën përfundimtare që do të ketë projekti. Për disa arsye. Leja e zhvillimit e dhënë nga Këshilli Kombëtar i Territorit për objektin Porti i Durrësit, Porto Romano, me subjekt zhvillues Autoritetin Portual Durrës, ende nuk ishte zbardhur, pasi rezulton të jetë botuar më 27 korrik 2022 dhe masterplani përfundimtar për zhvillimin e projektit të portit të ri tregtar nuk ishte përfundimtar. Kjo duket në vetë relacionin që ka hartuar Komisioni i Shpronësimit, ku thuhet: kërkesa për shpronësim ka të bëjë me realizimin e projektit të detajuar teknik të portit të integruar Durrës në Porto Romano, sipas masterplanit strategjik Durrës Porto Romano 2030 të hartuar nga konsulenti IMST Young, i kontraktuar nga APD, i cili është në përputhje dhe i pasqyruar në PPV-n e Bashkisë Durrës. APD është në proces të rishikimit të këtij masterplani dhe hartimit të projektit të detajuar teknik të portit të integruar Durrës në Porto Romano. Pra kërkesa për shpronësim bazohet në një masterplan të kompanisë konsulente Ernst & Young dhe projekti i detajuar do të hartohet nga një tjetër firmë, Royal Haskoning. Atëherë pse duhet të niste shpronësimi, kur nuk dihej gjurma e pasurive që prekeshin nga ky projekt? Ende nuk ishte një masterplan përfundimtar, ndërsa duhen ende muaj për të përgatitur dokumentat e tenderit, për të shpallur fituesin e projektit dhe për të lidhur kontratën. Sidoqoftë, ky është fillimi i problemit. Le të shohim se çfarë ndodh më pas. Më datën 12 tetor 2022, komisioni mblidhe dhe harton një relacion që identifikon zonën bashkë me prona që preken nga gjurma e ndërtimit të projektit të portit të ri. Në bazë të këtij shpjegimi, niset dhe kërkesa e parë për shpronësim, e cila identifikon 348 pasuri në zonën kadastrale 3184. Në një tjetër vendim, të datës 23 mars 2023, Komisioni i Shpronësimeve përgatit një kërkesë të re për shpronësimin ku numri i pasurive që preken ulet dhe përfshihen 309 të tilla. Kërkesa botohet në fletoren zyrtare numër 111 të kurrikut 2023. Po çfarë ndodh më pas? Më 27 qershor të vitit 2025, Komisioni i Shpronësimeve ndryshon sërish kërkesën për shpronësim. Kjo procedurë do të mbështetet te harta e planvendosjes që kishte dërguar projektuesi në janar të vitit 2025, ku konstatohen se 121 pasuri të përfshira gjenden jashtë planit të zbatimit të fazës së parë, duke lënë në total 188 pasuri. Nga ana tjetër, Komisioni i Shpronësimeve kërkon futjen për shpronësim të 73 pasurive të tjera shtesë që nuk preken nga gjurma
se ku do të ndërtojë porti tregtar. Këto pasuri ndodhen në zonën kadastrale 8517 dhe janë jashtëvijes së zbatimit të projektit të ndërtimit të portit në Porto Romano, faza e parë. Dhe cili ishte justifikimi? Pasuritë u përfshin për shpronësim me argumente se ndodhen në zonë logjistike për veprimtari ekonomike në mbështetje të portit tregtar. Pra, shpronësimi një toke për aktivitete tregtare që nuk kanë asnjë lidhje me interesin publik, ku dhe bazohet drejta e shtetit për shpronësimet. Në referim të masterplanit dhe nevojës për të pasur një port që në fazën e parë, sa më funksional, do të shtohet dhe numri i pasurive të përfshira në listë, të referuar në hartë dhe me emërtesë të legjendës Porto Romano, zonë për zhvillime logjistike portuale, shënuar më poshtë si bloku 1 dhe bloku 2. Në këto sipërfaqe është parashikuar zona logjistike e dedikuar për zhvillim si pjesë integrale e portit të ri. Hapësira logjistike, terminal tranzitor, është destinuar për përdoruesit kryesisht privat, por edhe publik, të cilët ndërveprojnë dhe operojnë nëpërmjet transportit detar, ku mallat e tyre përpunohen nga terminalet portuale në portin e Durrësit dhe janë të destinuar për tregun vendas dhe atë të rajonit si Republika e Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit Zi e të tjerë. Tani le të shohim pak se çfarë ka ndodhur paralelisht dhe për llogari të kujt po shpronësohen pronat. Në datën 10 prill 2025, Komisioni i Investimeve Strategjike miraton vendimin për t'i dhënë statusin investitor strategjik me procedurë të veçantë projektit Lidl Shqipëria. Projekti parashikon ndërtimin në një qendre logjistike për shërbimet portuale me sipërfaqe totale 200.000 metra katror, kompanisë Lidl Shqipëria SHPK, investim privat i cili do të kushtojë 105 milion euro. Projekti i investimit parashikon ndërtimin e një qendre logjistike e cila do të shërbejë si objekt kryesor për magazinimin e produkteve me shumicë. Produktet e magazinuara synojnë të furnizojnë si tregun shqiptar, duke lehtësuar grumbullimin, mirëmbajtjen dhe shpërndarjen e produkteve vendase, ashtu si dhe promovimin dhe eksportin e jashtëm të këtyre produkteve. Subjekti synon gjithashtu të operojë në tregun shqiptar, duke krijuar operacione të shitjes me pakisë përmes një rrjeti të gjerë supermarketesh. Pra, investitori strategjik po merr të drejta ekskluzive për përpunimin e madrave të portit dhe magazinimin e tyre, një drejt shfrytëzimi që do duhet t'i nënshtrojë ligjit për koncesionet. Në të gjithë këtë argumentim, vendimi nuk mbështetet në asnjë nen të ligjit për investime strategjike, i cili klasifikon sektorë strategjik në fushën e energjisë dhe minierave, transport, infrastrukturë e komunikime elektronike, mbetje urbane, turizëm, bujqësi dhe peshkim, zona të teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik dhe zona me përparësi zhvillimi. Dhe as në vendimin e Këshillit të Ministrave që përcakton nën sektorët. E vetmja lidhje mund të jetë ajo me shërbimet të transportit detar të madrave dhe pasagerëve. Për vendimi i Komitetit të Investimeve Strategjike nuk shprehet në asnjë rresht se qëllimi i investimit lidhet me këtë funksion. Funksioni është magazinimi dhe shpërndarja e madrave në rrjet supermarketesh. Përveç dhënies së statusit strategjik ja skuadrit ligjor, vendimi miraton dhe vënien në dispozicion të 20 hektarëve pasuri private dhe publike, që do t'i jepen për vlerën €1 kompanisë Lidl Albania. Miratohet në parim masa mbështetëse vënje në dispozicion të sipërfaqes prej 20 hektar për zhvillimin dhe realizimin e këtij projekti, investimi strategjik me destinacion zhvillimin e projektit. Pra vendimi miraton në parim, vënje në dispozicion të sipërfaqes 20 hektar për realizimin e këtij projekti. Çfarë do të thotë në parim? Ligji për investime strategjike përcakton se në projekte të caktuara që kanë statusin investitor strategjik me procedurë të veçantë, të cilat kanë një vlerë investimi të lartë në fushën e transportit, për shembull mbi 50 milion euro, investitorit privat i lindet drejta të kërkojë shfrytëzimin e tokës publike dhe shpronësimin e pasurive të paluajtshme, pron private, për të mundësuar zhvillimin dhe realizimin e projektit. Por me një kusht. Përpara se të lind kjo e drejtë, kompania private do duhet fillimisht të negociojë me pronarët e tokave dhe nëse negociatat dështojnë, atëherë hyn në lojë ligji për shpronësimet. Lejohet shpronësimi për interes publik i pronarëve të pasurive të paluajtshme, pron private, sipas rregullimeve në legjislacionin e aplikueshëm për shpronësimin për interes publik, nëse investitori nuk ka mundur ta zgjidhë pronësinë mbi pasurinë e paluajtshme me marrëveshje me pronarin e pasurisë së paluajtshme, mbasi janë kryer më parë përpjekjet përmes instrumenteve të lehtësimit të aksesit në tokë nga investitori dhe ose ristrehimit nga shteti. Por si shtu edhe në relacionin e Komisionit të Shpronësimeve, asgjë tillë nuk ka ndodhur. Në këtë rast, investitori strategjik nuk ka ndjekur asnjë nga këto procedura që kërkon ligji, as investitori dhe as shteti shqiptar që duhet të mbrojë të drejtat e qytetarëve dhe pronarëve. Madje pronat private po shpronësohen me kosto të cilat do t'i përballojë buxheti i Autoritetit Portual Durrës, ku parashikohet për të gjitha pronat e identifikuara të paguhen 8 milion euro. Edhe këtu ka një tjetër shkelje, sepse ligji për investime strategjike e thot në mënyrë eksplicite
vite që këto kosto paguen nga investitori strategjik. Kompensimi financiar që nevojitet për realizimin e shpronësimeve mbulohet nga subjekti që ka paraqitur kërkesën për shpronësim. Por shkeljet nuk mund të mbarojnë këtu. Vendimi i Këshillit të Ministrave që përcakton procedurën e dhënies me qira ose emfiteos të tokave publike, cakton Ministrinë Përgjegjëse për Ekonominë si autoritetin që vendos në dispozicion të investitorëve strategjik pronat. Dhe jo autoritetin portual Durrës, siç ka caktuar në vendim Komiteti i Investimeve Strategjike. Në marrëveshjen që ky autoritet është duke lidhur me investitorin Lidl Albania, caktohet një qira mujore me vlerë 5.000 euro, e cila do të jetë e pandryshuar për 30 vjet. Synimi është që vlera e investimit privat të kalojë atë të truallit dhe toka të merren nga kompania qiramarrëse. Marrëveshja e qiras, qiradhënësi pranon se qiramarrësi ka të drejtën për të privatizuar pronën e marrë me qira në çdo kohë, në përputhje me kuadrin ligjor për privatizimin, me kusht që të jetë realizuar plotësisht investimi prej 100 milion eurosh në projekt. Ndërsa infrastruktura në rrugë, energji dhe kanalizime do të bëhet nga pala e shtetit shqiptar. Qiradhënësi, me kostot dhe shpenzimet e veta, do të ndërtojë infrastrukturën ndihmëse siç kërkohet nga qiramarrësi. Po kush është investitori strategjik për të cilin po përgatitet terreni për t'i dhënë për një qira qesharake 200.000 metra katror pasuri publike dhe private dhe të drejtat ekskluzive të përpunimit të madrave në zonën ku do të ndërtohet porti i ri? Kompania Lidl Shqipëria është regjistruar më 12 janar të vitit 2022, fillimisht me emrin LVM, Real Estate Investment, me objekt blerjen, shitjen, qiradhënien dhe zhvillimin e pasurive të paluajshme dhe çdo veprimtari që nuk ndalohet me ligj. Objekti i shoqërisë nuk ka asnjë lidhje me logjistikën portuale apo me tregtinë me shumicë dhe hapjen e rrjetit të supermarketeve. Pronari i kësaj firme rezulton We International Zvejt GmbH, ku në regjistrin e pronarëve përfitues rezulton që kontrollohet dhe nga shoqëria Lidl Stiftung & Co. KG me pronar përfitues shtetasin Dieter Joseph Schwarz. Në faqen zyrtare të kompanisë Lidl, në hartën e vendeve që operon, nuk rezulton Shqipëria dhe kompania që është përfaqësuese e saj rezulton operuese e rrjetit të Bullgarisë, jo drejt për drejt nga Lidl, që zotërohet nga grupi gjerman Schwarz. Po përse kjo pronësi është kaq e paqartë dhe çfarë synohet të fshihet pas kësaj? Përse Lidl nuk vjen zyrtarisht në Shqipëri si emri i grupit Schwarz, apo po tenton të mos marrë përgjegjësi në dëmtimin e reputacionit se rezultati i shkeljeve që janë bërë për t'i dhënë ekskluzivitetin e zonës logjistike në portin e ri dhe tokat e qytetarëve shqiptar. Kjo përgjigje mbase gjendet në një nen të kontratës së qiras. Qiramarrësi ka të drejtën e pakushtëzuar që sipas gjykimit të tij të jap tërësisht ose pjesërisht me nën qira pronën e marrë me qira dhe ose magazinën ose të transferoj tërësisht ose pjesërisht këtë marrëveshje pa pasur nevojë për miratimin paraprak të qiradhënësit ndaj një degë tjetër të grupit Schwarz ose ndaj një pale të tretë. Në këtë rast, miratimi i qiradhënësit konsiderohet i dhënë përmes këtij neni. Këtë përgjigje duhet ta japin autoritetet, të cilët kanë shpikur rregulla të reja për t'i dhënë një firme private tokën dhe një biznes të sigurt që pritet të gjenerojë miliona euro të ardhura në vit me të drejta ekskluzive për shërbimet logjistike të portit. Kjo marrëveshje i jep qiramarrësit të drejta ekskluzive. Qiradhënësi nuk do të lidh dhe as nuk do të pretendoj të lidh ndonjë marrëveshje të çfarëdo lloji me palë të treta që i jep ose pretendon të jap ndonjë nga të drejtat e parashikuara në këtë marrëveshje një pale të tretë. Lidli e ka përzgjedhur pjesën e portit sepse edhe i konvenon si pozicion, duke qenë se është afër portit pikë doganore. Investitorët që përfitojnë status me një vlerë investimi mbi 100 milion euro kanë të drejtë që të kalojnë edhe në ndonjë fushë tjetër që nuk është përcaktuar në dispozitat e këtij ligji. Nga zonja sapo u pranua që është kelur ligji, teksa ajo vetë tha që edhe pse nuk janë dispozitat ligjore, në këtë rast është vepruar kështu. Nëse flasim për ligj, njihet vetëm një rast jashtë këtyre sektorëve, që janë sektor me përparësi zhvillimi, ndaj për këtë që po na sqaron zonja Legisi, duhet të ketë një vendim të Këshillit të Ministrave që ta konsiderojë të tillë. Kush është pronari i kompanisë Lidl Albania? Sepse në aktin e themelimit del kompania We International Zvejt, po në fakt rezulton se s'është pronar direkt i grupit Schwarz. Aplikuesi në Shqipëri dhe që ka përfituar statusin është Lidl Shqipëria. Në ekstraktin e QKB-s identifikohet pjesë e kompanisë Schwarz. Tani më duhet ta shohë ekstraktin për të parë dhe përfituesin fundor. Por është pjesë e rrjetit kombëtar që është i shtrirë në 30 e ca shtete. Kështu që janë po linja e shtetit gjerman, por fiks emri i fundorit më duhet ta verifikoj që t'ju them sa korrekt. Ironia këtu është që vetë institucioni që duhet të kontrollonte pronarin fitues nuk është i sigurt dhe siç e tha dhe vetë drejtoresha, ende nuk ka nisur projektin e zbatimit. Ndërkohë, me ose pa dashje, ajo harroi të thotë që nuk bëhet fjalë për të hapur një supermarket, por një
magazin doganore për shërbime portuale. Plani është në funksion të autoritetit portuar Durrës dhe në çdo rast pronari është gjithmonë autoriteti portual, nuk do jetë kur pronë e lidhullit toka. Pra nuk është pronësim për efekt të lidhullit. Porti e shpronson dhe porti është pronar. Për sa kohë, këtë tokën që shteti përshpronson e ka në bazë të projektit të Porto Romanos, duhet që të vendosej porti atje dhe jo t'ja jep të lidhullit një kompanie private. Ndaj, a mund të thuhet qartë dhe me zë të lartë që ky shpronësim nuk po bëhet për interesin publik, por për interesin e ngushtë të një grupi personash dhe njeriu të pushtetshëm që fshihet pas tyre?